Sidomos gjatë fundjavës frekuentimi i pikës turistike të Shirokës është dukshëm më i madh se në ditët e tjera të javës. Se sot Shirokë, sepse me ftoj vllai, hajde të shkojmë një herën. Ta kalojmë një fundjavë të bukur në Shirokë, edhe vendi më i bukur ishte pikërisht këto. Unë jetoj në Tiranë, por kjo fundjava në Shkodër është mrekulli. Shkodër Locën nuk e ndroj me asnjë gjë tjetër. Kam shumë vjet që jetoj atje, po si ky vend nuk ka kërkon botë. Për mua, Shiroka shumë e bukur, po dën mirëmbajtje. Kja baza, mos anën tjerat, dhe më thënë, e gjenë vetë populli, dëshirat e knajësit, ku dhe mi kalu e kus dhe mi kalu, por, dhe më thënë, si Shirok njëherë, një kja pika jonë, dhe më thënë, që i dali me shëtisi, me gjemrë, dhe më thënë, njëhna mirë. Qytetarët nuk mohojnë ndryshimet pozitive që janë bërë në këtë zonjë dhe investimet që vazhdojnë, por theksojnë nevojën për mirëmbajtje të përhershme. Rruga kryesore ka pësuar dëmtime në disa pjesë të saj, përfshirë dhe pusetat, pamje që nuk i përshtatet një pikë turistike si Shiroka. Gjithashtu kërkohet më shumë pastërti dhe kujdes i përditshëm. Rritja për shembull jo renoja atje, le të bëhet me pak beton, le të marrin pak më pamje të bukur, le ta kemi pak për turizmin tonë. Kja të regojnë botës që kja është Shkodra jonë. Pastrimi, dhe më thënë, kja është regulli, se dhe më thënë, këtë duhen punëtor komunal për mirëmbajtje. Gjatë tjetër, unë nuk shoh keq këtu, dhe më thënë, gjithçka mirë. Inshallah po na bëhet edhe rruga Zogjes, dhe më thënë, kena edhe i variacion edhe më të bukur, por na vime kalojmë një ditë, një javë, 2 ditë, një javë këtu. Unë jam edhe i përditshëm se jam pensionist. Për shkak të vizitave të shpeshta, qytetarët theksojnë dhe nevojën për një çezme publike në këtë zonë. Normale, dhe më thënë, fëmija vjen e letë këtu, nyhet, dhe më thënë, kuptan, pastron durët, prinni, dhe më thënë, i rrinë ofër, hanë një diçka, dhe më thënë, nuk është keq të dhe çezme publike. Për mu, ndoshta jam i gabum, por dhe më thënë, për mu, dhe më thënë, edhe ma mërmendja që edhe që janë shok këtu që i rrinë tu me ne, dhe më thënë, ma mërmendja që janë dakord. Sipas tyre, investimet për Shirokën dhe gjithë këtë zonë janë plotësisht të vlefshme pasi i shërbejnë zhvillimit të turizmit. Shkodra dhe Shiroka janë tashmë të njohura dhe për vizitorët e huaj. Na dihet që për krapin e Shkodrës jena të famshëm. Unë fatmirësisht jam mësuese anglishtet, punoj me Amerikan, edhe sa herë vi me to, krapin e Shkodrës, sidomos në Tiego, që i thojmë neve, nuk e ndrojnë me asnjë gjë. Rindërtimi i trotuareve nga ura Bunës deri në Shirokë, si dhe ndërtimi i rrugës që pritet të vazhdojë jo vetëm deri në Zogaj, por dhe përtej kufive në kraj, i japin gjithë brigjeve të liçenit të Shkodrës një dimension të veçantë.